Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Unë asnjëherë si kam hapur letrat më përpara se të filloj regjistrimin e videos të dashur, por kësaj radhe duhet të provoj kështu, duhet të kem kohën time të dur, të hap letrat dhe të kem kohë t'i analizoj dhe të vi me një si tregim në vend se t'i kap secilën letër dhe t'ju sqaroj. Do provojmë kësaj radhe kështu dhe të shohim sa do jemi të kënaqur, nëse jo do kthehemi në ëndër të vjetrën. Të dashur Virgjëresh, në zemër të këtij leximi është një përplasje mes dëshirës për paqe dhe nevojën për drejtësi. Ke kaluar ose po kalon një periudhë ku ke pasur tensione, ndoshta debate, mosmarrveshje ose thjesht ndjen se të tjerët nuk po ju kuptojnë siç duhet. Mund të ndihesh e lodhur nga përplasjet dhe kërkon qetësi, por mendja jote ende nuk ndalet sa analizuar gjithçka. Tregon një nevojë për pauzë të dashur Virgjëresh, mendore dhe emocionale. Jo çdo përgjigje vjen me njëherë. Disa vendime duan hapësirë dhe ti keni apo ju keni, mos them ti, dhe ju keni nevojë të tërhiqeni pak apo të tërhiqet pak për të dëgjuar zërin tënd të mbrëmshëm. Vetëm aty do dish që është më e mira për ty. Është një nevojë që tregon për të vepruar me integritet. Shpeshherë dhe pyet veten, dhe duhet ta pyesësh veten, apo jetoj sipas vlerave të mia? Apo mbaj kufi të qartë? Apo bëj paqe me të kaluarën? Apo e mbaj ende brenda vetes një barr? Tregojnë kontrastin e mbrëmshëm, dëshira për të qenë e plotësuar, por mendimet e vjetra që të mbajnë të lidhur peng për të kaluarën të dashur Virgjëresh. Mos haro, ajo që të kufizon tani nuk është realitet, për mënyra si po e sheh ti veten. Ti ke më shumë fuqi se sa mendon. Absolutisht. Ke më shumë për të dhënë se sa mendon. Ke aftësi më shumë se sa mendon. Mos u nxit të reagosh me njëherë. Dëgjo, reflekto, qetësohu. Disa njerëz apo situata nuk janë për të rregulluar, por për të pranuar ashtu dhe për t'i lënë pas. Ti po bëhesh më e fortë, më e qartë, më e qetë, dhe kjo do të çojë drejt zgjedhje më të drejta për ty. Kujdesu për veten të dashur Virgjëresh, po e them bukur dhe butë, se këtu është më shumë se kaq të dashur Virgjëresh. Kujdesu për veten, jepi kohë vetes për të pushuar, për të përkujdesur dhe për të kthyer në balancë. Fuqia nuk qëndron gjithmonë në veprim, por edhe në pushim, në reflektim dhe në durim. Absolutisht të dashur Virgjëresh, është një gjendje që nuk jeni të qetë, nuk jeni të qartë. Kufiti ka kaluar, kush është quar i pari, të them ashtu, një disbalancë në çdo gjë. Kërkon një tërheqje, një pushim. Besojeni këtë që do mund të arrini qëllimin e juaj pas një pushimi, qoftë ai dhe i shkurtër, i vogël.